Nisja e foltore së ish deputetit Ervin Saliani nga Durrësi me demokratët e bazës u prit me qëndrime të ndryshme nga deputetët e Partisë Demokratike. Jashtë ambienteve të parlamentit, një pjesë e deputetëve artikuluan se foltoria është mundësi e mirë për diskutim dhe angazhim, ndërsa pjesa tjetër deklaroi se vëmendja duhet të mbetet tek çështjet e qeverisë. Inshallah shton dhe tjera që të filloj të lëvizin urat brenda Partisë Demokratike. Do i bashkoheni kur të vinë Lushnjë ose Ndibër? Kujt? Zotit Saliani dhe kolegëve tjerë. Unë takoj çdo demokrat pavarësisht nga emri dhe mbiemri. Çdo demokrat është i mirëpritur kudo dhe për të qenë një armë më shumë kundër kësaj qeverie. Nuk kam për zakon të komentoj në zgjedhjet personale të kërkuar. Do të bashkoheni në veprimtarit personale të zhonjeriu. Keni një koment për tezat e tyre? Që kam qenë edhe do të vazhdoj që të jap kontributin tim Partinë Demokratike, po të përballem me kundërshtarin këtu, partinë e lëm te kolegëve. Mendoj që do përqendroheshim pak më shumë te këto 50 milionë euro që vjedh Belinda, debatin po do ka qenë, është do mbetet gjithmonë. Ka një pyetje për Ballukun? Jo, Një minutë. Ka një pyetje për qeverinë? Për qeverinë, për Ramën që Së fundmi brenda Partisë Demokratike po vihen re sinjale se dinamika e brendshme e kësaj force politike po artikulon nevojën për ndryshim leadershipi.